Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e madhreshëm e falënderojmë lavdët dhe bekimet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Jemi në mëngjesin e 6, mëngjes meditimi mbi ajetet e gjuzit të 6 të Kuranit Fisnik. Kemi përzgjedhur disa ajete kuranore që do i ndajmë me ju edhe disa reflektime të dietarëve dhe ulemave me shpresë dhe dëshirë që të ngacmon kërshërinë tonë edhe të na motivon që leximi i Kuranit të mos jetë vetëm për sevape, po të jetë leximi i Kuranit me qëllim për të ngritur përfitimet tona intelektuale, shpirtënore, emocionale, adhuruese ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ajeti i parë është në surën Al-Maida, ajeti 11, ku Allahu dhul jalal thotë kështu: Ja ayyuhalladhina amanu udhkuru ni'matallahi alaykum. O ju besimtar, kujtoni dhuntit e Allahut, mirësit që Allahu va ka dhënë juve. Po, gjithë na jetojmë nën mirësitë e Zotit, nën bekimet e Tija dhe nën mirësitë e Tija. Dhe Allahu është dhunti dhënësi. Ai jep vazhdimisht dhe nuk ka kush e ndal dhënien e Tij dhe nuk ka kufi dhënia e Tij e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, prej meje dhe prej teje kërkohet që na të kujtojmë dhe t'i dimë dhe t'jemi të vetëdijshëm dhe të pranojmë dhe të konfirmojmë këto dhunti që na ka dhënë Allahu dhul xhelal, e të mos shtiremi sikur se nuk e di se prej nga na kanë ardhur, apo Zoti mos e boft, të bëhemi të atill që të mendojmë se ne me fuqinë tonë intelektuale, me fuqinë tonë fizike, me aftësitë tona psikofizike, na i kemi siguru dhe ja kemi sjellë vetes tonë. Kjo është gabimi më i madh, sepse gjitha dhuntit dhe dhuratat dhe mirësit i kemi nga Allahu subhanahu wa taala. Ti kujtojmë dhuntit e Allahut dhul xhelal na ndihmon neve shumë në jetë. Çka na ndihmon? Na ndihmon neve ta falënderojmë atë vazhdimisht, e para. E dyta, na ndihmon neve ta mbushim zemrën tonë me dashuri ndaj tij, sepse njeriu është i prirë që të ketë vlerësim, të ketë dashni ndaj atij që i bën mirë. E nëse na jemi të vetëdijshëm se këtë mira që kemi për Allahut, atëherë çka kemi me thonë këtë rast përveç se ta mbushim zemrën tonë me dashuri më të madhe ndaj Allahut dhul xhelal. E treta, të konfirmojmë bamirësinë e Tij ndaj nesh, se Allahu i madhërisëm është bamirës, është i kujdesshëm, është dhunti dhënës dhe na jetojmë në të mirat e Tij. Dhe do thotë krejt kjo, pastaj neve na ndihmon për me na hap derën e veprave të mira. Sepse do të turpërohemi ka shqia Allahut që jetojmë të mirat e Tij, e dhuntit e Tij dhe na të mos bëjmë vepra që ai kërkon prej nesh, apo të mos largohemi prej veprave që ai na ndalon nesh, apo do thotë të mos i përgjigjemi thirrjeve të Tija. Dhe andaj këto fakte, kujtimi i dhuntive të Zotit me falënderim, me dashuri, me vetdije, na detyron neve të shtojmë veprat e mira me të cilat është i kënaqur Allahu dhe na shpërblen për to. Ajeti i dytë që kemi zgjedh për ju nga gjuzi i 6 është ajeti i 15 dhe 16, domthonë një pjesë e ajetit 15 dhe vazhdon ajeti 16 i surës Al-Maide, ku Allahu dhul xhelal thotë kështu: Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. U erdhi juve nga Allahu drita, që është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe libri i qartë që është Kur'ani. Pastaj vazhdon ajetin 16: Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam. Dhe Allahu me këtë Kur'an dhe me këtë pejgamber udhëzon atë që synon kënaqësitë e Tija në rrugët e paqes. O yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, e nxjerr njerëzimin nga errësirat e shumta në dritën e udhëzimit bi idhnihi me lejen e Tij, o yahdihim ila siratin mustaqim, dhe i udhëzon ata në rrugën e drejtë. Subhanallah, ky ajet veç me e lexu t'jep mesazhe të mjaftueshme, sepse çdo shkronjë e fjalë e këtij ajeti kuranor është përplot porosi dhe mesazhe. Andaj na themi kështu: Allahu i ka garantuar udhëzimin e plot atij që fuqishëm kapet për Kur'anin fisnik dhe ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. S'ka udhëzim tjetër jashtë Kur'anit dhe Sunetit. Dhe kushdo prej neve që nuk e lexon Kur'anin
dhe nuk e ka burim bazik kryesor të dijes dhe informatave të tija, Kur'anin, dhe ai që nuk ndjek sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me respekt dhe nderime ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ai njeri nuk ka mundësi me udhëzu me udhëzim të plot. Ai njeri nuk ka mundësi me e gjetë rrugën e shpëtimit. Ai njeri nuk ka mundësi me dal nga errësirat e ignorancës në dritën e udhëzimit. Andaj porosi për gjithë ata njerëz, pa marrë parasysh çfarë pozite kanë, çfarë titulli shkencor kanë, atyre që shpesh herë me muhabetit e tyre japin një mesazh sikur se na s'kemi nevojë për Kur'an, e as që kemi nevojë për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se Islami dhe feja ka mundësi të mbështetet mbi filozofitë e lindjes apo perëndimit, mbi atë filozof e këtë filozof, mbi atë dietar e këtë dietar. Në gjithë këtyre u themi këtë që Allahu në Kur'an thot në surën Al-Maide, ajeti 15, fundi ajetit 15 dhe i gjithë ajeti 16, se Allahu xhalla thot ka ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Ju erdhi nga Allahu drita dhe libri i qartë. Dhe pastaj thot yehdi bihi Allahu, me këtë dritë dhe me këtë libër të qartë, Allahu i madhëshëm udhëzon këndon, kush e pason, kush synon të fiton kënaqësinë e tij në rrugën e paqes dhe i nxjerr ata nga errësirat e ndryshme në dritën e udhëzimit me lejen e tij dhe i drejton në rrugën e drejtë. Pas ka udhëzim në rrugën e drejtë, s'ka islam të vërtet nëse na nuk pasojmë dritën dhe librin e qartë. Nuk pasojmë Kur'anin fisnik dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur'ani është i qartë, në të s'ka më dyshje dhe dilema, dhe suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na ndriçon jetën për të pa ne ku duhet vendosur këmbën e që ecja jon të jetë e sigurt drejt Allahut subhanahu wa taala. Ajeti 3 që kemi përzgjedhur nga gjuzi i 6 është nga sura An-Nisa, ajeti 174, ku Allahu dhu xhelal thot: "Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina." Është një lloj plotësimi ajo, ajeti paraprak me këtë ajet. Në renditjen tonë këtu, megjithëse në Kur'an, ky ajet është para atij dhe këtë kjo tregon përputhjen e ajeteve kuranore të një sures me tjetrën dhe insistimin në disa fakte që janë bazike në kuptimin e metodologjisë së saktë, të fesë së Allahut subhanahu wa taala. O njerëz, me të vërtetë juve ju ka ardhur një provë bindëse, ajo është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga Zoti juaj, dhe ju është zbritur juve një dritë e dukshme që është Kur'ani. Pra, andaj, nëse do udhëzimin dhe dritën e plot, atër kapu për Kur'anin dhe për rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky ajet përputhet me atë që tha më herët, Kur'ani dhe Suneti janë burimet e Islamit. Edhe asnjë dietar, asnjë hoxh, asnjë musliman, asnjë davexhi nuk ka mundësi me garantu vetes ecje të sigurt në rrugën e Zotit nëse ai vazhdimisht nuk u kthehet këtyre burimeve të Islamit, Kur'anit fisnik dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe nëse duam të dimë kush është rrugën e drejtë, une edhe të tjerat, duhet shohim sa na jemi në rrugën e Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa në fjalimet tona përmendim ka thonë Allahu i madhrishëm, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa na kujdesemi që kuptimet e ajeteve kuranore të jenë sakta edhe janë në përputhje me atë që e kanë vërtetuar ajetet tjera kuranore dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sharimet e sahabave dhe brezave të artë të Islamit, e njëjta vlen edhe për të hadithi, sa na mundohemi të kuptojmë hadithin me kuptimin e saktë, e jo t'u japim kuptime nga vetja jonë, kuptime të cilat nuk i përkrahin argumentet kuranore e as qëndrimet e dietarëve islam. Kalojmë në ajetin e 4 të këtij gjuzit. Allahu dhu xhelal në surën Maide ajeti i 2 thotë kështu: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Bashkëpunoni në bamirësi dhe devotshmëri. Unë vet edhe ti vet mund të bëjmë shumë punë, mirë po ato janë shumë më pak se sa ajo që mund ta bëjmë unë edhe ti. Andaj të gjithë ne, njerëzimi në përgjithësi, nuk ka mundësi me zhvillu jetën e vet në mungesë të bashkëpunimit. Andaj të gjithë ne duhet ta bindim veten tonë
të gjitha rafshet e jetës që të bashkëpunojmë njëri me tjetrin, e kështu ja letojmë njëri tjetrit punën, po edhe arrijmë suksese dhe rezultate më të mëdha. Tani, ky ajet kuranor i surës Maide na ndihmon neve dhe orienton që bashkëpunimi jon të jetë në dy segmente bazike, bamirësia dhe devotshmëria. Ulemat shifne sa bukur e kanë sqaru këto dy koncepte të cilat gjenden në parimin e bashkëpunimit që na duhet ta promovojmë edhe jo vetëm të jetë deklarat verbale, për të jetë dëshmi praktike nga jeta jonë se na jemi insistues në bashkëpunim dhe japim dyert e bashkëpunimit realisht, jo vetëm verbalisht. Janë dy konceptet, bamirësia dhe devotshmëria. Shifni çfarë thonë ulemat. Nëpërmes devotshmërisë arrihet kënaqësia e Allahut, kurse nëpërmes bamirësisë arrihet kënaqësia e njerëzve. Andaj, ai njeri që bën bashk fitimin e kënaqësisë së Allahut dhe fitimin e kënaqësisë së njerëzve, ai njeri e arrin lumturinë e plotë. Allahu akbar. Domethënë me devotshmëri unë të ndihmoj ty, e ti më ndihmon mua që të jemi më mirë me Allahun. Me bamirësi unë të ndihmoj ty, e ti më ndihmon mua që sa më shumë të mira t'u bëjmë njerëzve. Edhe kështu, kur ti bën mirë njerëzimit, ata kanë me dashur. Kur ti je i devotshëm ndaj Zotit, ai ka me dashur. Nëse Allahu neve na don për shkak të devotshmërisë dhe njerëzit na dojnë për shkak të bamirësisë, atëherë sigurisht se na kemi qenë shumë të lumtur këtë botë dhe normalisht presin shpërblimin e madh në ahiret. Edhe një gjë që mendoj se mund të nxirret nga kjo përmbledhje është se sa më shumë që jemi të devotshëm, aq më tepër duhet jemi bamirës ndaj njerëzve. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i tillë. Devotshmëria e tij ishte aq e lartë, e pa rivalizueshme, e pa kontestueshme. A dhe bamirësia e tij ndaj njerëzve ishte gjithashtu e pa rivalt. Askush nuk mund ta kontestonte sasinë e madhe të bamirësisë që ai e bënte ndaj njerëzimit. Ajetin e 5 që kemi zgjedh nga xuzi i 6, në surën Maide ajetin 27, Allahu dhulëra thot: "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin", me të vërtetë Allahu i pranon veprat e mira prej atyre që janë të devotshëm. Pra, shifni që thot Aliu radhiyallahu anhu, thot sahabët ma shumë breng e kishin pranimin e veprave, se sa vetë veprën e mirë që e bënin. Edhe kjo është një këshill, është një porosi për mua dhe për ty, që na vazhdimisht i kemi brengat në dy nivele. Niveli i parë, të brengosemi sa sasinë e veprave të mira që e bëjmë, duke përfshirë aty edhe kualitetin e tyre. Dhe niveli i dytë është brenga a vallë këtë vepër që e kam bë, ka me pranu Allahu dhul xhelal. Është në nivel që ta pranon Allahu, është në nivel që ta shikon Allahu. Shife, kur ti e bën një vepër të mirë dhe e jep Allahut, tu e pas parasysh se Allahu është pronari i gjithësisë, du ta mendosh se ajo vepër a është meritore me u dhuru Allahut, apo është shumë e vogël, apo është aq e dëmtuar ose aq e papastër ose aq e pasinqert që ti më dhon Allahut. E Allahu nuk e shikon veprën që nuk është e sinqertë për te. Dhe nuk e pranon atë. Andaj, unë edhe ti, e para duhet vazhdimisht të brengosemi sa bëjmë vepra të mira në jetën tonë, e pastaj pasi që të arrijmë sukses, ta mbushim jetën me vepra të mira, kemi breng dhe gala thuvall, Allahu ka mi pranu për ne, sepse pas ka një kusht në pranimin e veprave të mira, Allahu i pranon veprat e atyre që janë të devotshëm. Në surën Maide, ajeti 48, kjo është porosia e 6, thot Allahu dhul xhelal: "Fastabiqul khairat", bëni gara në vepra të mira. Andaj jeta e kësaj bote është një mejdan i garave për njerëzit. Edhe njerëzit gjithë jetën e kalojnë me gara. Dikush e kalon në gara me tjetrin në dituri që i arrin. Dikush e bën gara me tjetrin në pasurinë që e fiton. Dikush bën gara me tjetrin në manifestimin e pasurive që ka, duke pas shtëpi të madhe, duke pas kerë shtrenjtë, duke pas qefe. Dikush bën gara me tjetrin duke marrë pushtet. Dikush bën gara me tjetrin duke fitu famë. Andaj kemi pastaj gara konkrete që bëhen, gara për sporte, gara me bicikleta, gara me motocikleta, gara me vetura, me automobile, të shtrenjta dhe të shpejta. Gjithë jeta pra shkon në gara me kuaj të shpejt, gara me qen, njerëzit bëjnë gara,
edhe fatkeqësisht në këto gara që bëjnë njerëzit, shpesh herë do harrojnë të falënderojnë Allahun për dhuntitë që ka dhënë, i keqpërdorin ato dhe japin forma të ndaluara fetarisht duke fut komarin në mesin e tyre. Sidoqoftë, fastabiqul khairat, bëni gara në vepra të mira, do të porosia e këtij ajeti është çka? Bën gara në vepra të mira, jo në gjërat e dunjas, atje ku bëjnë gara shumica e njerëzve, e para. E dyta, veprat tuaja që i bën, mejdani i garave është në dy nivele. E para në sasi, e dyta në cilësi. Andaj, ti nëse nuk mund garosh në sasinë e veprave të mira me të tjerët, atëherë mundohu, përpiqu, angazhohu që t'ua kalosh tjerëve në kualitetin e veprave të mira që i bën ti. Dhe pastaj mundohu që japish hakun që realizimin e atyre veprave të mira të bësh në mënyrën më të mirë edhe më plot mundshme, që ajo vepër nëse është pak me kualitetin që ka të garon me veprat e tjera. Dhe porosia e fundit nga gjuzi i 6, Allahu Dhul Jalal në surën Maida, ajeti 64 thot, mes tjerash është ajeti më i gjatë, bel yadahu mabsutatan. Allahu i ka dy duart e tija të hapura. Dora Allahut është e hapur. Pret ta shtrim ne dorën tonë ka ai, që ai ta kap dorën tonë dhe ta ngreh ka vetja e tij dhe ta udhëzon në rrugën e tij. Andaj, dietarët duke analizuar këtë fakt, dy duart e Allahut janë të hapura, do të presin prej ne aktivitet, presin prej ne që t'i afrohemi Allahu Dhul Jalal, e japin këtë porosi dhe thënë kështu. Secili që kërkon diçka nga Allahu dhe që e zgjat dorën e tij ka ai, ajo dorë nuk kthehet bosh. Pse? Se dora e Allahut është hapur. Ai është vesh për me dhanë. E çka kërkohet prej mua dhe prej tjerëve, që na kërkojmë prej tij, që na ta zgjasim dorën ka bujaria e tij, ka mirësia e tij, ka fisnikëria e tij, ka dora e tij. Edhe atëherë ajo dorë është e hapur dhe mirësitë e tij janë të bollshme dhe ai jep vazhdimisht pa ndal. Pse na fitojmë për këtyre të mira Zot? Se na nuk e shtrim dorën tonë ka ai. Se na nuk kërkojmë prej tij, se në momenti që na kërkojmë prej tij dhe e shtrim dorën tonë ka ai, ajo dorë nuk kthehet bosh. Ka me marr diçka prej të mirave të tija, a atë që e kërkove, apo diçka tjetër, ke me marr atë për cilën ke nevojë. Jo atë që ti e kërkon dhe ndoshta aty është dami yt. Për këtë shkak të dashur vëllezër, vazhdimisht kërkoni prej Allahut, lutni atë, zgjatni dorën tuaj drejt tij, do gjeni plot mirësi prej tij, se duart e tija janë të hapura, ato japin vazhdimisht dhe nuk ndalen nga dhënia e tij. Pra këto ishin ajetet që kemi zgjedhur të ndajmë me ju në këtë gjuz të 6. E lutim Allahun që Kur'anin ta bën pranverë të zemrave tona. E lutim Allahun që të na bën shoqërues të rregullt të Kur'anit fisnik, të lexojmë Kur'anin për të fituar shpërblimet e Kur'anit dhe për të fituar mesazhet dhe porositë dhe diturinë e dobishme nga Kur'ani. Lutim Allahun e Madhërisëm që të na ngrit Allahu me këtë Kur'an këtë botë dhe të na ngrit pastaj me këtë Kur'an ditën kur dalim para madhnisë së tij. Zoti shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.